5 sekrete që do ju bëjnë të flisni anglisht rrjedhshëm sa më shpejt dhe duke filluar që sot. Mësoni frazat më të përdorura. 80% e bisedave të përditshme përdorin fraza të zakonshme. Përdorimi i tyre ndërton rrjedhshmërinë pa menduar fjalë për fjalë. Filloni të flisni para se të jeni gati. Nëse prisni derisa të jeni gati apo momentin e duhur, do të jeni gjithmonë të heshtur. Përdorni teknikën e shadowing çdo ditë për 5 minuta. Mund të dëgjoni një video ose podcast, më pas përsëritni menjëherë pas folësit duke kopjuar tonin dhe shpejtësinë e zërit. Kjo do ju ndihmoj që të përmirësoni shqiptimin, ndaloni përkthimin nga shqipja në anglisht. Kjo vetë për faktin që shqipja nga gjuha angleze është shumë e ndryshme dhe mund të bëni shumë gabime. Mundoni që sa më shumë të mendoni në anglisht. Korrigjoni gabimet vetëm pasi të keni mbaruar së foluri. Për shembull, regjistrojeni veten duke folur për 1 minutë. Pasi të përfundoni, dëgjoni gabimet që mund të keni bërë dhe më pas përsëritni fjalët saktë.